Tirana u bë sërish qendër e diplomacisë rajonale duke mirëpritur kryershtetes dhe përfaqësues të lartë nga 13 vende pjesëmarrëse në ministerialin e procesit të bashkëpunimit në Europën Juglindore. Në hapje të punimeve, ministri i jashtëm Igli Hasani rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për integrimin evropian. Me hapjen e 4 grup kapitujve negociues, Shqipëria është në rrugën e duhur drejt çeljes së negociatave brenda vitit 2027 dhe antarësimit të plotë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Është e qartë se bashkëpunimi rajonal nuk është zëvendësues për antarësimin në Bashkimin Evropian, por hapi nevojshëm në drejtim të tij. Jemi krenar për marrëveshjen për roaming, korsitë e gjelbra dhe blu dhe 5 marrëveshjet e lëvizshmërisë që nënshkruam në kuadër të procesit të Berlinit. Ministri gjithashtu u ndal tek përshkallëzimi i tensioneve në lindjen e mesme, ku prej 4 ditësh Izraeli dhe Irani kanë zgjeruar sulmet raketore. Jemi të shqetësuar nga tensionet në lindjen e mesme dhe përballjet Izrael-Iran, që paraqesin një rrezik serioz për stabilitetin më të gjerë rajonal me pasoja globale. Shqipëria rikonfirmon të drejtën e Izraelit për të mbrojtur sigurinë e vet dhe qytetarët e tij. I bëjmë thirrje Iranit të ndalojë aktivitetet bërthamore dhe përdorimin e raketave balistike.